duhet të shikojmë edhe rajoni, edhe çështja e sistemit proporcional kombëtar. Po. Është një çështje që realisht i shërben partive të vogla. Është një çështje që e kthen, e pasuron shumë mirë votën e qytetarëve në Kuvendin e Republikës, por mos harrojmë që ndonjëherë djalli fshihet në vogëlsira, është për të parë se cilin prag zgjedhor do të vendosin. Për shembull, Republika e Kosovës, që këta po i referohen sot, ka pragun zgjedhor për 5%, që është një prag jo i vogël për partitë e vogla, që nëse sa më i lartë jetë pragu për partitë e vogla, aq më vështirë do jetë që ato të pastaj të përfaqësohen Kuvendin e Republikës. Por për pragu nuk po diskutohet akoma. Nuk po diskutohet akoma. Ndërkohë që ndahen palët ashtu sikurse ju e cekët pikërisht tek ndërhyrja apo jo në kushtetut. Shiko, dy palët kryesore, Partia Demokratike dhe Partia Socialiste, kur kanë dashur, kanë ndërhyrë në kushtetut edhe pa u konsultuar fare. Kështu që kjo nuk është realisht një problem për sa i përket ndërhyrjes në kushtetut, sepse tashmë janë diskutuar shumë variante të tjera të cilat ka nevojë që të ndërhyjet kushtetut, siç është për shumë rasti që mos kemi me një komision të posaçëm. Po absolutisht bëhet me një komision të posaçëm apo me komisionin aktual. Unë do të gjykoja që ndryshimet në kushtetut do të kërkonin një komision të posaçëm për ndryshimin e kushtetutës dhe pastaj të kalonte mbas komisionit kalonte për votim në parlament. Është diskutuar edhe ulja numrit deputetëve nga 140 deputet në 100 deputet. Edhe kjo nuk bëhet pa ndryrën kushtetutën. Çfarë do prodhonte kjo ulja e numrit të deputetëve? Nuk do të prodhonte. Për çfarë kërkohet mbi gjitha? Shiko, unë nuk e kam kuptuar akoma se për çfarë kanë kërkuar. Pra kush është qëllimi pse do ta hapçojmë nga 140 deputet në 100 deputet? Ne kemi pas Parlament të Republikës me 250 deputet në kohën e komunizmit. Kemi pas Parlament me 155 deputet, kemi pasur dhe këto kohët e fundit Parlament me 140 deputet. Fakti është që numri i popullsisë në Shqipëri ka rënë, nuk është më ai i mëparshëm, kështu që nga 140 deputet ndoshta janë jo proporcional me numrin e banorëve që kemi ne sot këtu, por mos harrojmë që votues ne në listat zgjedhore kemi 3.6 milion votues, pavarësisht se pastaj vota të vlefshme, vota në kutitë e votimit dalin 1.8 milion. Kjo vjen edhe për shkak të problemeve që ne kemi shumë të thella me migracionin. Dhe